Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndoshta në dersin e kaluar kena folë në lidhje me telbien, me atë dhikrin që e shoqëron haxhiun përgjatë tërë haxhit e tij dhe kemi përmendur ato kuptime madhështore të cilat i përfshin kë dhikr madhështor dhe atë shfaqjen e tauhidit, shfaqjen e njëjësimit të Allahut të lartësuar dhe shfaqjen e robërisë dhe nënshtrimit të Allahut të lartësuar përgjatë tërë haxhit kryerjes së këtij adhurimi madhështor të njërës prej shtyllave të Islamit. Sot në vijim do të flasim me disa prej dhikrave që hoxha vetëm i përmendi, të cilat e shoqërojnë haxhiun gjatë kryerjes së umrës. Dhe këto dhikre haxhiu preferohet dhe në farë forme edhe obligohet që ti mësoj përmendsh, apo edhe nëse s'ka mundësi ti mësoj përmendsh, që së paku duhet t'i lexoj nga telefoni apo të shkruara të cilat i gjen në mbrojtjen e muslimanit. Mirë po, në veçanti besimtari dhe haxhiu kur i lexon këto dhikre duhet t'i përjeton. E jo vetë t'i ketë si fjalë goje, se nga se bohen sikur fjalë klishe që i përsëritim kohë pas kohë dhe nuk e kanë atë ndikimin në zemrën e besimtarit dhe në shpirtin e besimtarit. Ndërkohë që i tërë haxhi është madhrimi i Allahut të lartësuar. I tërë haxhi është nënshtrimi i Allahut të lartësuar dhe dorëzim ndaj tij. Është realizim i ubudijes. Çka është ubudia? Ubudia është që ti i tregon Allahut të lartësuar se je rob. Ti je rob. Ndalesh te mikati, nuk e kalon mikatin pa ihram, i vesh ato dy ihramat, ato dy rrobat e bardha dhe gjitha pjesën e kryerjes së haxhit të cilën e mësuam në hadithin e Xhavirit, në çdo hap ti e dokumenton, ti e vërteton që je rob i Allahut të lartësuar dhe Allahun e ki për Zot. Dhe ashtu çështë ka urdhëruar, dhe çështë ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ti e zbaton. Dhe haxhiu pasi që fillon nga mikati dhe i përgjigjet Allahut të lartësuar, labbaik Allahumma hajjan, o Allah ty të përgjigjem për haxh, apo nëse e ka haxhin temettu që e kanë të gjithë haxhit në kohën e sodit, të cilët thonë labbaik Allahumma umratan, të përgjigjem o Allah në umre, fillon me telbije dhe përgjatë tërë kohës i përgjigjet Allahut të lartësuar duke e shprehur atë fjalën madhështore labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Dhe këtu vazhdon haxhiu derisa të mrin në Qabe dhe e sheh Qaben. Momentin që e sheh Qaben, ndalet dhe pushon se thëni këtë fjalë. Dhe fillon ibadetin e tavafit. Çka është tavafi? Tavafi rrotullimi rreth Qabes 7 herë. Dhe hoxha na shpjegoi se në 3 rrothet e parë, në veçanti nëse është mundësia kur nuk ka shumë të llovi, qëllon koha që s'ka të llovi, 3 rrothet e parë duhet të shpejtohen gjatë ecjes, ndërsa 4 të tjerë ecën normal. Mirë po, cili është ai dhikr kryesor që ne duhet ta përjetojmë në këto momente? Dhikri kryesor, i cili e kemi edhe në namazin ton, është tekbiri dhe fjala Allahu Akbar. Fjala Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, në momentin që i japim selam apo përshëndesim atë gurin e zi, pjesën, atë qoshën e Qabes. Mirë po, besimtari duhet më ndalë disa qaste në çështjen e kësaj formule, Allahu Akbar, e cila na shoqëron edhe për gjatë namazit, kur i ndrojmë pozicionet në namaz. Hyjmë në namaz me Allahu Akbar, pastaj bijmë në ruku, pastaj bijmë në sejdë, ngritëm nga sejdja. Të gjitha këto tekbire e shoqërojnë haxhiun edhe gjatë kryerjes së haxhit. E ka tekbirin duke e bërë tavafin, Allahu Akbar, e ka tekbirin kur i gjuan guralecet, e ka tekbirin besimtari edhe kur e therr kurbanin, në shumë vende tekbiri e shoqëron besimtarin si formulë e madhërimit të Allahut të lartësuar. Mirë po, çfarë i bie tekbiri? A e dim na kur ta themi Allahu Akbar, se çka imi ka thojnë? Allahu Akbar, Allah është më i madh se çdo gjë tjetër. Më i madh se nefsi jon, më i madh se shejtani, më i madh se dëshirat tona, më i madh se çdo krijesë. Asgjë s'krahasohet me Allahun e lartësuar. Në momentin që ti e thu Allahu Akbar, ti e lën dunjan përmbrapa. Tër brengat tuja, tër hallët tuja, tër dertet tuja aty dorëzohen.
aty kanë zgjidhje. Në shtëpinë e Allahut të lartësuar, momentin që ti i përgjigjesh Allahut të lartësuar dhe e fillon tavafin duke e madhruar Allahun e lartësuar, ti vetëm se ke filluar një adhurim madhështor të dorëzimit ndaj Allahut të lartësuar dhe adhurimit të tij, dhe tashmë çdo hall, çdo dëshirë, çdo lutje që e ke pas është më afër se kur më të përgjigj Allahu i lartësuar. Përgjatë tavafit kur besimtari thot Allahu Akbar, nuk duhet kjo më konë tash vetëm fjalë goje, duhet mi përjetu. Te jo vetëm që mi përjetu se Allahu është më i madh në zemrën tënde, po kjo duhet edhe me reflektu. Qysh me reflektu? Përgjatë tavafit nuk preferohet dhe nuk tregohet madhërimi i Allahut të lartësuar që tash ti me fillu në mohabetet dunjas, apo mi nxjerr telefonin, me bo fotografia incizime dhe mi harru atë qëllimin për të cilën ke ardhur. Dhe na tham, qysh në fillim të telbijes në tham që ti e shpreh sinqeritetin për Allahun e lartësuar, të përgjigjemi ty o Allah, vetëm ty të përgjigjemi, vetë në vazhdimsi, la sharika lah. Pra tash, kur ti thu Allahu Akbar dhe fillon tavafin, kujdesesh që mos të futesh në asnjë mohabet të dunjas. Përveç dhikrit, përveç lutjes, madhërimit të Allahut, falëndrimit të Allahut dhe tavafit, duke ja kërku Allahut të lartësuar të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Nëse në këtë vend, në Qabe, në kohën më të mirë, i veshur me rrobat e ihramit, nuk e madhron Allahun e lartësuar, kallëzëm kur kimi madhruar Allahun e lartësuar. Nëse në ato momente fillon e shtyhesh me vëllezërit prej haxhive, apo thu fjalë të kota, apo gjen kohë më përgjigj në telefon, me shkruaj mesazhe e me dërguar fotografi, atëherë për cilin madhrim të Allahut të lartësuar ja ka fol. Madhrimi i Allahut të lartësuar në ato momente është që ti mu mbush iman, mi përjetu që Allahu i lartësuar të ka ftuar ti musafir në shtëpinë e tij. E qysh në shtëpinë e tij, gjen kohë, më koncentru apo me fol me diçka tjetër, me përmend diçka tjetër, me hi në muhabetet e dunjas dhe mi lon çështjen me të cilën Allahu i lartësuar ty të ka ndëru dhe të ka ftuar musafir i veçantë, musafir i Rahmanit je në shtëpinë e tij. Andaj besimtari në këto raste e mbush zemrën e tij me iman dhe sa po të hyn Allahu Akbar, sikur e harron tërë dunjan dhe çfarë ka në të, dhe derti i tij është vetëm Allahu i lartësuar. Dhe e fillon tavafin. Tregohet një rast në lidhje me madhrimin e Allahut të lartësuar në tavaf, kur Abdullah ibn Umeri, djali i Umerit radhiyallahu anhu, i kishte shkuar Urwa ibn Zubair, njëri prej tabinëve. Dhe në tavaf shkon dhe i thot Abdullah ibn Umerit, i thot, ai duke kryer tavafin, ja kërkon dorën e vajzës së tij për martesë. Në Qabe, duke kryer tavafin. Dhe i propozon martesë vajzës së tij. Edhe Abdullah ibn Umeri nuk ja kthen fare përgjigjen, si fol hiç. Dhe Urwa thot, masi heshti, i bie që është refuzim. S'ma kthej përgjigjen as pak. Dhe kalon, kryhet umra po haq çfarë ka qenë, kryhet tavafi dhe Abdullah ibn Umeri kthehet në Medinë. Dhe shkon në xhami, qysh është sunet që pas udhimit të shkosh në xhami të falësh 2 rekate dhe shkon Abdullah ibn Umeri. Pas një kohë vjen Urwa dhe i thot Abdullah ibn Umeri i drejtohet Urwës. Thot, m'duket që sa kemi qenë në tavaf, më ki përmend diçka. Ma ki kërku dorën e vajzës time. Për martesë. Thot, po, thot, a je hala interesun? I thot, kur ma shumë si më koni interesun se mu martu, ose më i kërku dorën e vajzës tënde për fejes e martesë. I thot, ma ki përmend me një vend ku nuk është e udhës që para Allahut të lartësuar, para Qabës së tij të përmenden çështjet e dunjas. Dhe thot, tashmë po ta bëj për hajër dhe ja jep vajzën e tij për martesë në Medinë. Ndërkohë në Mekë e edukon këtë tabiin Abdullah ibn Umeri se aty është vend i madhrimit të Allahut të lartësuar. Aty është vend që duhet besimtari ta mbledh tërë qenjen e tij, këtë shpirtin e tij, këtë zemrën e tij të jetë i përkushtuar në shtrim të Allahut të lartësuar, madhrimit të tij. Mos ketë diçka në zemrën e tij që është më e madhe se Allahu i lartësuar. Andaj në 7 rrotullimet ti çfarë thua? Allahu Akbar. Në çdo fillim të tavafit. Allahu Akbar. Allahu është më i madh se çdo gjë tjetër. Dhe tashmë haxhiu duke nis tavafin, kalon nga maqami Ibrahimit, kalon nga pjesa që është në veri apo nga Shami dhe e kalon edhe ballin tjetër dhe kur vjen te qorshja e Yemenit,
Ruknul Yamani është sunet që do ta mësoni të preket, nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi, vazhdon tutje dhe aty fillohet me një dhikër tjetër madhështor. Dhe hoxha përmendi, Allah shpërbleft, që lutja më e mirë për gjatë tërë haxhit që duhet të shoqëroj është Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mira në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe në botën tjetër. Dietarët janë ndalë në lidhje me këtë lutje madhështore, të cilën në fakt është pjesë e ajetit. Fa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya. Allah i lartësuar i përshkrum. Ka pi njerëzve që thojnë, o Allah, na jep të mira vetëm në këtë botë. E kufizojnë dëshirën e tyre, brengën e tyre, lutjen e tyre për të mira vetëm në këtë botë. O Allah, na jep të mira në këtë botë. Dhe këta do ta marrin gjithë ato çfarë e lypin dhe nuk ju paksohet as pak. Allah i lartësuar nuk ju bën padrejti. Je ka i kërkon të mirat, do t'i marrësh në këtë botë. Ndërkohë, Allah i lartësuar na tregon se cila është lutja më e përsosur. Lutja më e përsosur është فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenamit dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ata do ta marrin atë çfarë ju takon. Besimtari në lidhje me këtë lutje duhet të ndalet disa çaste, nga se 7 rrotullimet edhe për gjatë haxhit ti do ta lutësh Allahun e lartësuar për këtë lutje. Se shka i bjen hasene në dunja dhe shka i bjen hasene në ahiret. Dietarët kanë dhënë komentime të ndryshme. Kanë thënë kuptimi më i drejtë i kësaj lutje është e mira në dunja, çfarë është? Kanë thënë el-afia, me të pështu Allah i lartësuar prej provave. Kjo është e mira në dunja. Kjo është e mira në dunja. Me qenë i shpëtuar nga belat, me qenë i begatuar dhe në mirëqenie. El-afia është që ti mos provu. Mos provu as në shëndet, as në pasuri, as në asgjë tjetër. Pra kjo është ajo çfarë besimtari e lut Allahun e lartësuar në çështjet në vendin më të shejt, afër Ka'bes, për një periudhë nuk është e vogël. Vazhdimisht ka me tra një 10 herë ka me tra spaku, mi thonë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ka dietarë të cilët kanë thonë, ndërta është Aisha radhiyallahu anha ka thonë, el hasana fid dunya, e mira në dunja është gruaja e mirë, gruaja e devotshme, gruaja e mirë. Është e përfshirë në këtë lutje. Dhe ka dietarëve të tjerë të cilët kanë thonë, el hasana është të gjitha të mirat, që ka përfshihet në dunja, dhe e mira në ahiret është xheneti. E mira në ahiret, el hasana fil akhirah, çka i ka lyp është xheneti. Ajo është mirësia më e madhe. Se edhe pjesa e fundit të duas dhe mbrona nga zjarri i xhenemit, mbrona nga dënimi i zjarrit, është ai plotësimi i kësaj panorame. E mira në ahiret është kur të pështosh nga zjarri i xhenemit dhe të hysh në xhenet. Kjo është ajo mirësia që është e përfshirë në këtë lutje madhështore. Kjo është ajo mirësia që është e përfshirë në këtë lutje madhështore, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ktu është edukimi i besimtarit që të cilin duhet ta ketë parasysh. Allah i lartësuar na edukon edhe në Kur'an, edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e haxhit na edukon se besimtari është mesatar. I kërkon të mirat e dunjas, po i kërkon edhe të mirat e ahiretit. Nuk kufizohet vetëm të kërkoj të mirat e dunjas. Mirë po, besimtari është larg pames. Përtej hundës e tij, shen shumë larg, shen për të ardhmen e tij të përhershme, të përjetshme e tij, ahiretin e tij dhe brenga e tij është xheneti. Brenga e tij është xheneti, duke thënë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Nëse e shohim fillimin e lutjes, është përdorur emri i bukur i Allahut të lartësuar që të gjithë pejgamberët pothuajse i kanë nisur lutjet e tyre me emrin e bukur të Allahut të lartësuar Ar-Rabb. Madje ka dietarëve që thojnë që është prej emrave më të mëdhenj të Allahut të lartësuar, i cili kur të lutet përgjigjet. Rabb, që është Zoti, mirë po, ka edhe më shumë kuptime. Rabb, e fillojmë elhamdulillahi Rabbil alamin. Pra Zoti të gjitha botëve është drejtuesi i çështjeve. Është mbikëqyrësi i robërve të tij, është organizatori i çështjeve të dunjas dhe të ahiretit dhe të gjithë kozmosit. Është sunduesi, është krijuesi, është furnizuesi.
E kur të mlidhen gjitha këto kuptime për emrin e Allahut të lartësuar Ar-Rabb, dhe kur ti je në veshjet më të pastra të ihramit dhe paraprakisht je pastru dhe në vendin më të pastër në rrugën toksor në dunja, afër Qabes, dhe e lut Allahun e lartësuar për të mirët e dunjas dhe ahiretit, atëherë ti ki të bëhesh me një Zot që është bujar. S'më nështim më Zotin. Veç ki mendim të mirë për Allahun e lartësuar, se të mirët kanë me të përfshi nga i moment që ti e ki lut Allahun e lartësuar. Dhe shtoja kësaj që Allahu i lartësuar të ka premtuar që të përgjigjet. Pastaj Allahu i lartësuar është i turpshëm. I vjen turp që mi kthy duart e robit të tij të zbrazda, pa vendos për mirësisë të tij, pra vendos për mirësisë në durt e robit. Gjitha këto kuptime me lidhje me lutjen duhet me shoqëru momentin që ti i përsërit këto dhikra gjatë kryerjes së umrës dhe haxhit. Pastaj pjesa tjetër që të shoqëron është posa e kryn tavafin, nisesh për në Safa dhe Marwa. Dhe hoxha na përshkroi se në momentin që afrohesh te Safa, e lexon ajetin Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Me të vërtet, Safa, ajo dy kodra që tashmë janë të futura në pjesën e xhamisë së Qabes, janë prej shenjave, prej pjesëve të fesë, të cilat Allahu i lartësuar i ka lehtësu. I ka lehtësu për umetin ton, për edhe për umetin e muslimanëve. Dhe gjithë ata të cilët e pasojnë pejgamberin ton dhe e kanë pasu Ibrahimin alayhis salam dhe i përgjigjen thirrjes së tij për në haxh. Safa dhe Marwa dhe ky ajet është ardhur në Kur'an pas disa ajeteve të cilat e kanë një kuptim shumë të bukur. Allah i lartësuar në surën Bekara, pasi që e tregon për Safan dhe Marwan dhe kur shkon haxhiu në Safa dhe Marwa, është e udhës që ta përkujtoj një ndodhi të jetës së haxherës, në mënyrë që ta përjetoj këtë lexim të ajetit të Safas dhe Marwas dhe ta përjetoj atë lutjen të cilën e bën përgjatë kryerjes së saj jeti. Për etja e tij, domthonë pe Safas, pe kodrës së Safas deri në Marwa, për 7 herë. Ku është radhit ky ajet në surën Bekara? Në surën Bekara është tek ajetet ku Allahu i lartësuar tregon që njerëzit do të sprovohen. Allahu i lartësuar i thot besimtarëve: "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat", mos ju thuni ato njerëzve të cilët vdesin në rrugt të Allahut që janë të vdekur. Dhe Allahu i lartësuar thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Këto janë 5 provat të cilat do t'i godasin njerëzit në përgjithësi. Cilat janë? Do të provohen me frikë, bil khawfi wal-ju' dhe me uri, wa naqsin min al-amwali dhe paksim të pasunive, wal-anfusi dhe të shpirtrave të jetëve, wath-thamarat dhe të fryteve. To janë ato sprova të cilat njerëzit nuk kanë shtim për tyre. Mirë, çka ka bëj këto sprova me ajetin e Safas dhe Marwas? Dietarët e kanë nxjerrë një dobi të bukur. Allahu i lartësuar pas këtij ajeti më një herë, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, thot ata të cilët i jetësojnë këto kuptime dhe bujnë sabër në sprova, Allahu i lartësuar do t'ja përjetoj përmendjen e tyre, sikurse ja ka përjetësu përmendjen haxherës. Haxheria u sprovu me uri, me etje, le të saj, po edhe të birit të saj. Dhe Allahu i lartësuar e kalon ligj dhe të përmendet haxheria dhe ngjarja e saj, çdo haxhi dhe umrexhi që shkon në Safa dhe Marwa, e lexojnë këtë ajet dhe kujtojnë ngjarjen e saj, madje edhe vrapimin e bojnë në bazë të vrapimit të saj që e ka bërë me Safas dhe Marwas. Do vije bukur, do vije holl. Dhe besimtari në momentin që fillon Safa dhe Marwan, edhe e lexon ajetin Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Duhet të përjetoj disa kuptime madhështore të këtij ajeti. Fillimisht, pse Allahu i lartësuar ju thot që ecja me Safas dhe Marwas nuk ka gjuna. Qysh gjuna? Ka pas nga sahabët të cilët e kanë konsideruar që në periudhën e ignorancës para Islamit, pra, që kush ju ka përgjigj idhullit, menatit me kryet e umrës në atë kohë, të cilët i kanë adhuruar idhujt në vend të Allahut të lartësuar, apo së bashku me Allahun e lartësuar, e kanë konsideruar si gjuna,
me shku dhe nuk janë shku mi kry Safën dhe Marwën me sajit, mi kry sajin me Safës dhe Marwës. Dhe Allah i lartësuar do më tregu që kjo është pjesë e Islamit dhe është min sha'airillah, është pjesës së fesë së Allahut të lartësuar. Allah i lartësuar e ka lidhsu, çka ka qenë e kaluar është fuqizu, ma nuk merret në llogari. Andaj nuk ka pikë gjunahi që kush shkon për Safa, domethënë kush shkon për haxh dhe për umre, që mi kry sajin me Safës dhe Marwës. Dhe Allah i lartësuar thot: "Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim." E kush tatawwa, kush kryen vepra nafile vullnetare, fa inna Allaha shakirun alim. Fa inna Allaha shakirun alim. Allah është mirënjohësi më i plot, mirënjohësi dhe vlerësuesi më i mirë dhe është i gjithdijshëm. Dietarët pastaj janë ndalë dhe kanë komentuar. Kanë thonë, çka është për qëllim ai që kryen vepra nafile? Kanë thonë, është për qëllim ai që kryen umre nafile dhe haxh nafile. Pra vullnetare, nuk mjaftohet vetëm me një haxh dhe me një umre, po sa herë ti jepet mundësia shkon në haxh dhe në umre. Dhe ne e kemi nxitjen dhe inkurajimin nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na thot luftoni varfërinë me haxh e me umre të shumta, me krye me një pas një, umre pas umre, nga se këto e luftojnë varfërinë ashtu qysh zjarri e pastron hekurin nga ndryshku. Kështu ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë pjesë të ajetit ku Allah i lartësuar po na thot që kryeni vepra nafile, Abdurrahman ibn Sa'd, një prej dietarëve bashkëkohor, Allah pas më shiru, ka thonë, këtu është për qëllim të gjitha veprat nafile. Të gjitha veprat nafile. Tavafe nafile, që tavafi është adhurimi veçmas për në Kabe dhe nuk kryhet askund tjetër për vetëm se në Kabe. Nuk kryhen tek varrezat, qysh njerëzit mund me pretendu grupacionet e devijuara që rrotullohen rreth varrave në kërkim të bereqetit, në kërkim të ndihmës. Tavafi është adhurim enkas dhe special dhe i veçantë veç për në Kabe dhe nuk kryhet askund tjetër. Dhe haxhiu dhe umrexhiu, sa herë të jepet mundësia me kry tavafe nafile, është prej veprave më të dashura tek Allahu i lartësuar. Pastaj mund të kryej vepra nafile të ndryshme, sikurse sadaka, sikurse agjërimi, sikurse leximi i Kuranit, e namazet e shumta, e po ashtu dhikret e shumta. Pastaj fundi i ajetit, Allahu i lartësuar po thot: "Fa inna Allaha shakirun alimun." Allahu është mirënjohësi më i mirë dhe është i gjithditur. Shakir, momentin që ti e ki bo njetë me shku në haxh dhe në umre, e në veçanti është fjala për haxhin, dhe i kim ledh të gjitha ato të holla, e ki bo njetë që nashta edhe bërgj me marrë vetëm dyqysh, që ki mundësi mi la vetëm me shku në haxh, dije se je ka sakrifikon për dikon që është vlerësuesi më i mirë. Unë po t'japi myshde se Allahu i lartësuar është më bujari. Momentin që ti e ki bo njetë me shku në haxh, ato pare i hitë kompenzune. Me plot besim dhe me plot bindje, po e thëmë. Në momentin që ti e ki bo njetë me shku, ato pare kanë më të kompenzu. Ka me t'i kthy Allah i lartësuar. Ka me t'u bereqet Allah i lartësuar në atë pasuni. Ka me t'a kompenzu shumë shpejt, ma shpejt se sa ti që e mendon. Nga sa Allah i lartësuar është vlerësuesi më i mirë. Pra mendon dikush neve më na thonë, hajde investo me një tregti, nga se mas 6 muaje fitimin e ki 5 fish. E ki 7 fish. Ma ti shkon deri në 10 fish. Wallahi gjithë prej neve bërgj hi më shku me investu, nga se fitimi është i madh. Allah i lartësuar është ghani, është më i pasuri. Po të thirr që më shku në shtëpinë e tij, mi kry haxhin dhe po ta lecën, atë pasuni që ti e ka mbledh dhe e ka sakrifikon për to, ta shumë fishon me 10 fish. Deri në 700 fish, e deri në pakufi. Me yuqridullaha qardan hasana, fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira. Kush është ai që jep hua Allahut? E Allahu ja kthen atë hua, nga se Allahu është më i pastri, është më bujari, është vlerësuesi më i miri. Dhe ta shumë fishon atë hua. Veç ti bën e hapin e parë. Dhe vetëm Allahu të shën mirësinë në zemrën tonë. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Nëse Allahu ka më pa mirësinë në zemrat e juaja, yu'tikum khaira, ju jep edhe më shumë mirësi. Që të khair, Allahu i lartësuar dëm pi zemrave tona. Që të madhrim të Allahu të lartësuar, Allahu i lartësuar e kërkon nga haxhiu. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhron shenjat e Allahut,
Kjo është prej devotshmërisë së zemrave, e madhërimi i shenjave të Allahut është madhërimi i Qabës, madhërimi i Safës, madhërimi i Marwës, i Arafatit, i Muzdelifes, i Minës, dhe fillon haxhiu dhe pasi që dhe ajeti përmbyllet Al-Alim. Allah është i gjithdijshëm. Për çdo sakrificë, për çdo mund që ti e bën, Allahu i lartësuar nuk i humbet. Nuk i humbet dije se Allahu i lartësuar. Edhe nëse ti e përpjek me mishëm e shpirt të mbledhat pasuri, sinqeritetin që e sheh Allahu i lartësuar në zemrën tënde, Allahu i lartësuar nuk e çon dëm. Nuk e çon dëm. Andaj kjo është një porosi për të gjithë ata të cilët akoma se kanë bën jetë me kry haxhin. Le të bojnë që mos e le të shkruhen në listat e haxhive me hi në listat e musafirëve të Allahut të lartësuar. Pastaj vëllezër, fillon haxhiu, pasi që e lexon këtë ajet, e thot këtë dhikrin madhështor. Dhe e shihni që tauhidi, shfaqja e madhrimit të Allahut të lartësuar, e shoqëron haxhiun përgjatë tërë haxhit të tij. Qysh ka mundësi një haxhi që e mbush zemrën e tij madhrim të Allahut të lartësuar, e falendron Allahun e lartësuar, i përgjigjet Allahut të lartësuar, të shkon dhe ta adhuroj dikon tjetër apo ti kërkoj dikujt tjetër përveç Allahut, ti kërkoj ndihmë. S'ka mundësi. Ai që e mbush zemrën e tij me besim të pastër për Allahun e lartësuar, e din që nevojat e tij i kryen vetëm Allahu i lartësuar. Prandaj edhe thot Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dhe i ngrit duart nga qabja në shikim të qabës. Dhe thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo formulë për të cilën do flasim edhe në xhiratën e ardhshme, që është lutja më e mirë që thuhet në ditën e Arafatit. Pastaj thot la ilaha illallah wahdahu. S'ka zot tjetër që meriton më adhuru përveç tij. Tauhid përsëri. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da. Allahu i lartësuar e ka përmbushur premtimin e tij. E ka përmbushur premtimin e tij. Dhe haxhi tashmë përmendo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas 23 vite, mundimin e Mekë 13 vite, betejë mas beteje, prit delegacion mas delegacioni, me gjithë ata transmetime që kanë ardhur 100.000 haxhi, duke e kryer haxhin, kur e ka thonë këtë fjalë, dhe e ka pa me sytë e tij, dhe e kanë pa sahabët realizimin e premtimit të ndihmimit të fejes. Gjitha këto kuptime duhet me të shoqëruar gjatë kryes së haxhit. Anjaza wa'da wa nasara 'abda, dhe e kanë ndihmu robin e tij, wa hazama al-ahzab wahda, dhe i kanë poshtër të gjitha ato aleanca për ushtrive. Dhe besimtarja kujton betejën e Hendekut, qysh besimtarëve aq shumë janë friksu, saqë zemrat e tyre Allahu i lartësuar i përshkruan, ju kanë shku deri në fytat e tyre, për frikës së madhe. Aq shumë janë urit, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam barki i tij fisnik është dashur mi lidh gurët në barkun e tij. Kanë qenë të friksuar në uri dhe nuk e kanë ditë sa po pshtojnë, as ata, as familjet e tyre. Dhe Allahu i lartësuar jau ka shfaqur atë fitore të cilën jau ka premtuar dhe e kryin haxhin dhe fillon haxhiu pasi që e thot këtë dhikër madhështor, e lut Allahun e lartësuar në mes të këtyre dhikrave dhe shfaq atë tauhidin dhe madhrimin për Allahun e lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar në këtë pjesë po thot, qysh na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa nasara 'abda, dhe ju ka jap fitoren robit e tij. Nëse don fitoren e umetit, nëse don fitoren e vendit të muslimanëve, nëse don që mi u kthy krenaria, duhesh ti kthehesh me çka ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrjen e tij. Dhe me çka po e kryen haxhin, e gjitha thirrje vetëm në Allahun e lartësuar, e gjitha tauhid, një jesim vetëm te Allahut, madhrim te Allahut. Dhe jetësim përgjatë kryes së haxhit, madhrim të shenjave të haxhit, madhrim të Allahut. Dhe pas kryes së haxhit, merren edhe sebepet dhe shkaqet në jetësimin e fejes dhe realizimin mas pari në vetën tonë, në familjet tona, në xhamit tona dhe pastaj jashtë xhamive. Dhe atëherë me lejen e Allahut do të na vjen edhe fitoria prej Allahut të lartësuar, ashtu qysh ju ka ardhur edhe muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj edhe sahabëve. Vllazë ndashëm, falenderojmë Allahun e lartësuar që i takojmë kësaj feje madhështore. Në këtë vend, në ditën e Arafatit, për të cilën do të flasim në javën e ardhshme, ka zbritur ajeti më madhështor që na kanë pasur xhelozi, hebrejt, të cilët ja kanë shfaqur Omerit radiallahu anhu dhe i thojnë, sikur të na zbritte neve ky ajet, do ta merrnim për ditë feste. Cili ajet? El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e kam plotsu fen time ndaj jush.
e komplotsu dhuntim time ndaj jush begatin. Dhe jam I kënaqur që feja islame të jetë fej për juve. Besimtari në haxh e shën madhështinë e kësaj feje. Lloj njëri, lloj ngjyre, të gjithë të veshur në rrobat e ihramit, të barabartë para Allahut të lartësuar. Të gjithë I qetin flokët apo I ruajnë flokët, të gjithë një pjesë lirohen nga ihrami, një pjesë e vazhdojnë kryen e haxhit duke qëndruar në ihram, dhe të gjithë shkojnë në Arafat, dhe të gjithë zbresin nga Arafati në Muzdelife, pastaj shkojnë në Mina, e shkojnë I gjuajnë ngurët. Kjo është ajo fe madhështore që ti në ato momente fluturon nga imani, lulëzon nga gëzimi që I takon kësaj feje dhe I je pjesëtar I kësaj feje. Andaj ajo dëshira që duhet më shkëtshru vazhdimisht pastaj është që Allah I lartësuar me vazhdu me të bo, me qëndru pjesë e kësaj feje. Lutim Allahun e lartësuar të ja lehtësoj haxhive kryen e haxhit, përjetimin të haxhit dhe ne të tjerëve të cilët mbase këtë vit nuk do të shkojmë, të na lehtësoj Allahu I lartësuar që shpejt I përgjigjemi Allahut të lartësuar për në haxh edhe për në umre. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.